Kurish të Prizrenit më saktësisht, ku ne jemi në shtëpinë e zotëri Recep Dokaj, një nga shikuesit ton të përditshëm, edhe problemi këtu o qëndron orta se ka ardhur rrymë ta marr fakturën, që kjo ishte. Ç'ke fundit? Që kjo është natura e fundit, do të thotë që i ka ardhur 2156 euro e 52 cent. Do të thotë ka ardhur fatura, as edhe një ditë nuk ka qenë në shtëpi. Do me thonë rrafsh që një vjet apo. Që një vjet s'kam qenë. A na tregon pak ma shumë, do të thotë sa i përket problemit, se the që edhe herën e kaluar me njëjta gjë ka ndodhur. Po herën e fundit që atëherë kon ky që Arber Ahmeti. Po. Ai ka çuar asi. Edhe atëherë që di që vullon 1000 euro. 1000 euro. Tash ka ardhur 2100 sa tush është vetëm. Sa tush. Edhe që ku të rënjeri. Është bëse normale. Amo ku së rënjeri, mu të shumë, thash herën e fundit dhe që këmë lanë do mund të thot, sa jo këtu ka lezu, anena, bëni, se... I shku me fol me tanë, qa kanë jep arsye tema ata, qa kanë... Jo, tha ata që, tha ndërru ora, një, tha dhe ora e vjetër, tha nuk të ka lezu, tha një kod gjatë. E tash kur s'lexohet ora e vjetër gjatë, vjen kjo shumë e... Që ka ardhë? Asu se dhja... Jo, se dhja, vishë që ka ardhë tani. Edhe që tash unë nuk befasova se shumë e qikë. Po. Tash unë nuk ti qysh me ta sharonësh. Se dhe atyri tash unë se di tash shumë e sharonësh, tash herën e fundit tash i kum lanë. Tash unë i kum lanë që to tash diku lanë 50 euro. Herën e fundit. Tash po bëhan që ke lanë balë. Se vazhdimisht sa ku shumë kum lanë. Po, ke lunë para, ke pak... Do mund që dhe rëllosh e para në avant.